zyrtar italian në intervistë me kolegen Alba Kepi thoshte që ka prova, ka dokumente, ka transkripte të bisedave që janë bërë aty, pra ka materiale aty, pavarësisht se nuk mund të serviret për publiku në këtë formë. Tash është ideja këtu, domethënë që në Shqipëri dhe u bën shumë vite, pra që Shqipëria dhe qeveria shqiptare akuzohet edhe nga media ndërkombëtare, po edhe nga raporte të huaja, të fsheta apo të hapura publike, që është e dyshuar që bashkëpunon me organizata kriminale në fluksin e sjelljes parave të narkotrafikut dhe pastrimit të tyre në Shqipëri, përmes ndërtimit nëpërmjet investimeve të ndryshme që bëhen në fusha të ndryshme. Tash kjo është e njohur, domethënë është flitet për ditë, edhe nga media shqiptare, edhe nga analistët të ndryshëm, nga raportet gjithë, po kjo ngjelet vetëm në kuadrin e Departamenti Amerikan i Shtetit. Po kjo vetëm ngjelet vetëm në kuadër fjalësh, pra nga ato që thonë gazetarët, që raportojnë gazetarët dhe domethënë dhe në disa raporte që përshkruhen në disa raporte ndërkombëtare që flasin për Shqipërinë. Por kjo deta shi ka ngelur vetëm me kaq, pra nuk se autoritetet përgjegjëse kanë bërë hapat e duhur, pra nuk shohim që autoritetet përgjegjëse kanë bërë hapat e duhur të nevojshme që kanë dhe deturimin ligjor për të bërë hetimet, minimumit fillonin hetimet, pra të jepshin një informacion edhe publikut, nëse në bërë ngjarje në fjalë ka patur bashkëpunim me autoritetet të huaja për këtë ngjarje, ose apo ka rënë ndjeni tani me këtë, dhe a do nis hetimet kryesisht prokuria për këtë ngjarje apo jo? Kush do duhet i nis? Domethënë, si në një vend ku funksionon derisa mund funksionojë, se duket sikur këtë pyetje bëj gjithmonë sa interes publik, edhe SPAK-u në këtë rast do të ishte mirë që të jepte një informacion publikut nëse për ngjarjen e fjalë ka indicia. Ka të dhëna të tilla për të filluar një hetim, minimum një verifikim, pra dhe më pas edhe një komunikim me autoritetet e huaja. Pra bëhet me nismën e autoriteteve shqiptare kjo. Po patjetër, duhet ishte një informacion edhe publikut që për këtë ngjarje ose për këtë çfarë është bë, ana prokurisë kanë filluar veprimet e duhura procedurale të paktën minimumi të komunikimit me autoritetet e huaja. Tash në Shqipëri shohim domethënë që nuk ka asnjë lloj veprimtarie ligjore kundra çdo lloj skandali, se nuk është vetëm kjo ka ndodhur në 2019 dhe shfaqet tani, është pak e çuditshme pse shfaqet tani, ndërkohë që kanë kaluar e theksojnë përmes publikimit të librit të këtij gazetari. Pra në momentin që libri pa dritën e botimit, në atë moment është bërë me dije kjo. Nuk e di nëse nuk arrim dot nëse kjo ka dalë krejt rastësisht, është thjesht një, domethënë e marrë nga gazetari në një mënyrë rastësore, apo është një rrjedhje e gazetari është ndalur duke analizuar apo është thjesht një rrjedhje informacion, apo është thjesht një rrjedhje informacioni nga autoritetet huaja e bërë me qëllim te gazetari për ta